Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ndodhet në Tiranë me rastin e samitit të Komitetit Politik. Von der Leyen ndau në platformën X një foto të përbashkët me disa prej liderëve që marrin pjesë në këtë samit ku ndodhen presidenti i Republikës Bayram Begaj, kryeministri Edi Rama, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe liderë të tjerë. Von der Leyen shkruan se fakti që takimi i Komitetit Politik Evropian bëhet për herë të parë në Ballkanin Perëndimor është simbol i fuqishëm. Familja jonë europiane e vlerave shtrihet shumë për te i kufirit të Bashkimit Evropian. Ne ndajmë një kontinent dhe një të ardhme të përbashkët, shkruan von der Leyen. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bayram Begaj takoi presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa me rastin e pjesëmarrjes në samitin e Komitetit Politik Evropian në Shqipëri. Kreu i shtetit u shpreh se Shqipëria është dedikuar në mbështetje dhe respektim të drejtave themelore të njerëzit, duke përfshirë këto të drejtat e minoriteteve, demokracisë dhe sundimin e ligjit. Ne besojmë fort se Bashkimi Evropian mbetet mjeti më efektiv gjeopolitik për të adresuar sfidat e sigurisë, pas siguritë dhe sfidat ndaj paqes dhe stabilitetit. Shqipëria do të vijojë të luajë rolin e saj si lehtësuese e dialogut dhe urlitëse midis Ballkanit Perëndimor dhe pjesës tjetër të Europës, duke qenë shtyllë mbështetëse për përballimin e sfidave gjeopolitike. Vendi ballkanik, Shqipëria mund të bëhet antar i Bashkimit Evropian përpara vitit 2030, tha presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. I'm not looking for a magic data. Nuk është se po kërkoj ndonjë gjë, ndonjë datë në vetvete magjike, por ne do të shikojmë dita ditës se çfarë po bën Shqipëria, pra arritjet e Shqipërisë dita ditës. Dhe sa po të kemi përfunduar procesin, në atë moment Shqipëria do të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian. Pse jo madje edhe më përpara? Pse jo përpara vitit 2030? Që do të thotë që në rast se Shqipëria do të vijojë me këto rezultate me të njëjtën ritëm, atëherë është tërësisht e mundur që Shqipëria të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian përpara vitit 2030. Megjithatë, gjitha kjo varet nga ecuria juaj, pra nëse do të vijoni me të njëjtën ritëm, tha Costa në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama në Tiranë. Kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët për media në Tiranë me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa u shpreh vendosur që Shqipëria të bëjë detyrat për të antarësuar në BE. Natyrisht që diskutuam për të dyja aspektet që na lidhin me Këshillin Evropian dhe me Bashkimin Evropian, për aspektin e procesit ton të rrugës drejt antarësimit, që po ecën shumë mirë. Sot Shqipëria është zyrtarisht në tryezën e negociatave me 16 kapituj të hapur, 8 kapituj të tjerë do të hapen në ditët në vijim dhe synojmë që t'i hapim të gjithë kapitujt brenda vitit, ndërkohë që siç e kam ndarë edhe publikisht gjatë gjithë fushatës elektorale në veçantë, plani i përbashkët me Komisionin Evropian dhe i mbështetur nga vendet anëtare është që të arrijmë të mbyllim negociatat në arkun e 3 vjetëve, domethënë nga 2024 kur filluan 2027. I pyetur nga një gazetar për prioritetet që duhet të ndjekë qeveria për përmbushjen e detyrave të antarësimit, Rama tha se BE ka shumë detyra, por ne jemi të vendosur t'i bëjmë ato. Sipas tij tashmë të gjitha procedurat po asistohen edhe nga inteligjenca artificiale. Kryeministri Edi Rama priti në godinën e kryeministrisë homologun finlandez, Petteri Orpo. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shprehet se me Orpo diskutojnë mbi forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe sfidat e përbashkëta europiane. Në njoftimin e kryeministrisë thuhet se kisha kënaqësi të mikprisja kryeministrin e Finlandës teksa diskutuam mbi forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe sfidat e përbashkëta europiane, shkruan kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.